Shpërthime në pjesën indiane të Kashmirit, çfarë ndodhi me armëpushimin? India ka akuzuar Pakistanin për shkelje të armëpushimit pas shpërthimeve ende të paqarta. Shpërthime u dëgjuan në qytetin Srinagar në pjesën indiane të Kashmirit, vetëm disa orë pasi u njoftua një armëpushim midis Indisë e Pakistanit. Ministri i jashtëm i Indisë, Vikram Misri, u drejtua raporteve se shpërtimet u dëgjuan pas një armëpushimi mes dy vendeve. Gjatë orëve të fundit ka pasur shkelje të përsëritura të marrëveshjes që kemi arritur në fillim të mbrëmjes. Kjo shkelje marrëveshjes arritur më herët sot, tha ai. Ministri shpreh se forcat e armatosura indiane janë udhëzuar të përgjigjen me forcë ndaj shkeljeve përgjatë kufirit, duke i bërë thirrje Pakistanit të ndalojë shkeljet. Politikani indian Harsh Sanghavi tha se disa drone janë parë rrethin e Kuchit. Tani do vendoset një ndërprerje totale që ndronit sigurt mos u friksoni. Omar Abdullah, kreu qeverisë Jammu dhe Kashmir, në një postim në platformën X, tha se shpërthimet po dëgjohen në gjithë Srinagarin. Pakistani ka hedhur poshtë akuzat se ka shkelur armëpushimin me Indinë. CNN raportoi një seri shpërthime çdo mbrëmje në orën lokale të ndjekur nga një ndërprerje energjisë elektrike. Shkaku i shpërthimeve nuk është ende i qartë. Më herët, Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump tha se India e Pakistani kishin rënë dakord për një armëpushim të plotë të menjëhershëm pas 4 ditësh luftimesh.